ne të njohemi si besimtar, frekuentuesi të xhamive, alhamdulillah. Si e ban, domethënë si e çon me çështjen e namazit. Elhamdulillah, Namazi dhe tafa. Elhamdulillah ka më shumë se 10 vjet që jam i përkushtuar dhe tentoj faktikisht çdo ditë senin primar, qysh prej nisjes së deri në përfundim ta kem namazin dhe tani. Gjaja e tjera, elhamdulillah ka dashur Allahu, duke nis prej familjes, tani edhe prej shoqës, po edhe prej shoqërisë ku jam i rrethum, më thon 90% që jemi gjithë faktikisht praktikues namazit, praktikues të fesë në përgjithësi dhe është shumë e lehtë, realisht dhe është shumë kënaqësi. Shoh diku ndonjë shoqëri që është problem, po problemin e shkakton rrethi faktikisht i asaj shoqërie, problemin e shkakton rrethi i Mustafas nëse Mustafa shoqërohet me njerëz të cilët nuk janë të asaj rruge, nuk janë të namazit. Elhamdulillah Mustafa, po them edhe një herë, duke nis qysh prej familjes, duke vazhduar te shoqëria dhe të gjithë, pak a shumë që shoqërohem, seni primar, gjaja primare është namazi dhe ka më shumë se 10 vjet, e inshallah do Allahu derisa ta japim frymën e fundit, të jemi në rrugën e tij dhe të jemi prej praktikuesve, por para se gjithashtu edhe prej atyre që e falim namazin dhe sidomos në kohën e tij e kritikoj shpesh veten që namaz sabahut mungoj në për xhami, Ramazanin fillimisht e nisi mirë, mas Ramazanit e vazhdoj një kohë gjatë dhe tani sikur bie pak mos thom imani, por inshallah tash e tutje do Allahu dhe vazhdojmë. Përpjekje, gjithë bëjmë. Përpjekje, po, padyshim, por kemi, padyshim që kemi nuhake. Gjithë jemi me mangësi, me xhallar, këtë. Padyshim kemi faktikisht ngritje dhe ulje edhe në iman edhe në gjithë shka, por padyshim që është seni primar dhe seni i cili na mban mas mirin në jetë dhe na mban faktikisht në atë rrugë cilën kam dëshirë thjesht ta shoh çdo njeri që e du. Duke nisë prej familjarëve, prej shoqërisë, elhamdulillah shumica e tyre që më rrethojnë janë në atë rrugë. Alhamdulillah. Edhe unë e kam shumë më lehtë faktikisht dhe shumë më mirë. Si ndjehet tofa gjatë namazit? Është kënaqësi e cila faktikisht nuk është që mund të përshkruhet. E themi në ndoshta thjesht, shpesh e themi si një fjalë, unë e them edhe në aspektin e komentimit apo në aspekt kur të përshkruaj diçka tjetër, dytësore do ta kisha thënë jetë, pasi primarja padyshim që është namazi, kënaqësi e cila nuk përshkruhet por vetëm përjetohet. E tash na ndodh shpesh kur jemi të angazhuar, ndoshta edhe falim ndonjë namaz pak me koncentrim më t'ulët, ndonjëherë pak me koncentrim më të lartë, por është faktikisht definitivisht kënaqësi kur falen në xhami, kënaqësi kur e fali edhe në punë, elhamdulillah na ka mundsuar Allahu në punë të mos kemi asnjë problem. Domethënë as problemin edhe më të vogël dhe të vetëm lidhur me namazin, lidhur me gjithçka tjetër që është e lidhur ngushtë me praktikimin e fesë të Allahut dhe gjitha këto janë faktikisht kënaqësi dhe përjetime në veti. Çfarë do të më pyet në punë me kolegët? Kuptohet ndoshta ti ka edhe dikush që se fal edhe si e çon me kolegët, besimi i yt, praktikimi i islamit dhe kolegët. Kolegët me cilët më shumë të shoqënohen faktikisht dhe që rrim, thuajse na ndan vetëm një shtrat, shumica elhamdulillah prej praktikuesve, por prej kolegëve faktikisht janë ndoshta edhe prej sebepeve që unë jam. Ky që jam. Do t'i përmeni tash meritojnë Valoni që e kemi kolegën në montazh, Agimi që e kemi kolegën në arkiv, Bekimi Laçi, kolegi i cili nuk është mes neve në televizion tash një kohë gjatë, por ata janë 3 prej sebepe kryesore që Mustafa është faktikisht në namaz dhe vazhdimisht shoqërohemi, por edhe me kolegë tjerë të cilët ndërkohë vinë, është një mirë që faktikisht të nen zyrja e redaksisë sportit llogaritet të nen televizion, mos ta themi sikur një mini mesxhit. Tash mos themi që vjet çdo kush, por pak a shumë aty falet namazi, aty falet thuajse rregullisht nga të gjithë që jemi në zyre, por shpesh ditë të ndodh edhe ndonjë koleg po shpesh ditë të ndodh edhe ndonjë koleg tjetër i cili vjen i ri apo është pak më larg prej neve në ambient, a mund ta fali namazin, vjen e fal namazin, elhamdulillah kemi edhe xhamine Karadak Mahallës me njëra aty përballë, domethënë nuk kemi asnjë problem të vogël hiç rreth praktikimit, e kemi pas ndoshta meriton edhe për të përmend Migena Gorencën e kemi pas mbi 10 vjet krye redaktore, është faktikisht nuk i takon besimit islam, por as edhe një herë nuk ka ndodhur ndonjë pengesë apo ndonjë ngacmim apo nuk e di ndonjë tentim për të ndaluar diçka, domethënë jo vetëm ajo, gjithë në televizion janë tolerant, jo gjithë janë praktikues, ndoshta shumica nuk janë, por padyshim e them edhe një herë nuk ka asnjë pengesë të vetme për ta praktikuar atë, ndërsa në redaksinë e sportit praktikohet elhamdulillah shumë thuajse nga të gjithë. Andaj edhe
respekt për zonjën Migena Gorenca, e cila vlen të përmendet padyshim absolutisht. shkaku i asaj që nuk ka pas. Faktikisht unë tash në fillimet e mia ndoshta edhe kom pas droj, jo vetëm nga ajo. Vlen të përmendet ndoshta edhe kolegët Maqedon, që nga drejtoria. Unë kam mjekër, elhamdulillah, po kam mbi 10 vite, as edhe një herë nuk më shpërmend faktikisht pse del me kështu mjekër, pse del apo pse falësh, asgjë hiç. Paraqitem në ekran tash elhamdulillah ka fillu kohëve të fundit është bolla si modë dhe edhe gazetare gazetare dhe moderator që nuk kanë fare lidhje me islamin, e kanë mjekrën, është bën ndoshta një lehtësim, po unë kam mbi 10 vite që nuk kam pas as edhe një herë të vetëm, them problem në çdo aspekt praktikimit fesë islame brenda televizionit edhe jashtë. Kështu që jam falënderues fillimisht padyshim ndaj Allahut, por edhe ndaj gjithë atyre që mundsojnë të mos kem probleme apo kokdhembje fillimisht unë, por edhe gjithë kolegë tjerë të cilët e praktikojmë islamin brenda televizionit. Alhamdulillah, më kujtohet si sot ishte një ndeshje shumë e madhe, ka pas shumë shikues, 20.000 atrat. Shumë ka pas shikues. Tetovar, Shkopian, Komanovar, luajti Shkendia me Gentin e Belgjikës. Ishte ti në komentim edhe unë isha aty afër edhe ardh vakti i namazit, akshamin duket edhe pe avan sono. Hajde shkojna e falë në akshamin. Ati se e dishet që edhe unë jam namaz, po në namaz po. U mbledhëm një grup edhe në stadiumin e qytetit, të Sheprojevski që është. Hina me falë më akshamin e banë më disit taravi, elhamdulillah. Ma përmend edhe para emisionit, nuk është që po më kujtoj, ka se realisht tash e falim kryesisht nëse mbetet puna e akshamit për mos të mbetet deri në Jaci, është aty një zyre e cila janë 2-3 zyre aty brenda po ambienteve stadionit, edhe faktikisht çdo herë hy vet ose kushdo qoftë dikush prej kolegëve apo shoqërisë se jemi bashk, nuk e kemi problem. Realisht kjo nuk po më kujtohet shumë një herë një ndeshje e futbollit Shkupi me Vardarin, o kanë Shkupi rikthimi faktikisht në ligën e parë dhe është një barazim 2-2. I kujtohet shumica sigurt të atyre që e dojnë Shkupin, sidomos shfercerave, një barazim 2-2 në stadion të Vardarit. Tifoz mysafir, jo se jo, unë nuk e di qa më dha shkova me shiku ndeshjen, dhe erdhi një kohë faktikisht kur u desh mu fal namazi akshamit, ama ndodhin probleme shumë të mëdha. Fillun shumica prej tifozëve tyne dhe te kabinat e gazetarëve. Edhe duke kërku ata që na kërkojnë neve shqiptarëve, duke mos na njoft neve elhamdulillah dhe duke u masku pak aty brenda. Dhe erdhi një kohë faktikisht për të fal namazi, ajo zyrja ishte mbyll ku jemi falna, po u detyruam me një koleg tjetër të falemi pak me një ambient jashtë, po fatkeqësi që një ambient ku ishim të sigurt që nuk ka mundësi faktikisht të deporton ndonjë prej tifozëve tyre fankesh. Po, në fund të mbyll ndeshja 2-2 dhe është një kom postuar edhe në Facebook, më kujtohet si sot me një kënaqësi krenari shumë të madhe prej 11 lojtarëve të Shkupit, mos them më shumë se gjysa, duke u nis prej kapitenit atëherë Suat Zendelit, gjithë ransejsh dhe falenderimi Allahut. Po 2-2 sa atë kohë ishte Shkupi në situatë ekstremisht të keqe, ndërsa Vardari ishte ekip që thuaj se lunte në grupet e Liga Europa dhe ai barazim 2-2. Mu ka lënë përshtypje faktikisht dhe kur për jetë nuk do të harroj atë namaz, ndërsa tjerat me ty pas ka ndodhur rasti me një ndeshje, faktikisht është thuaj se çdo ndeshje kur vjen edhe një herë përsëriti. Nëse vjen diskutim namazi akshamit i Jacis, ndoshta jo, pasi e falim edhe kur të kthehemi në shtëpi, po mos tik namazi i akshamit ose eventualisht edhe një namaz pak më herët. Atë zyre njësoj kemi bosi një mini mesxhit aty në stadiumin në arenën Todor Proeski, edhe me kolegë tjerë të sportit faktikisht Fatoni që ka qenë kohë gjatë në punën e zëdhënësit të Federatës Futbollit, Azizi dhe gjithë kolegë tjerë faktikisht Hajrushi, Maxi, gjithë faktikisht televizioneve tjera, mbledhemi apo individualisht shkojmë dhe kryjmë obligimin dhe më pas vazhdojmë ose shikim ndeshjes ose nëse ka edhe komentim gjatë pauzës prej 15 minutave. Elhamdulillah për gjithçka që na ka mundsuar Allahu, sonon lehtësimet ditë sotit i kemi gjithandej, jetojmë në një vend ndoshta që nuk është faktikisht vend që njihet si vend musliman, por kemi mundësi faktikisht të praktikojmë, sidomos ta bëjmë namazin e rregullt të thjesht ku të dojmë, si të dojmë dhe pa as edhe një problem të vetëm. Ndoshta ka ndonjë përjashtim, po mu elhamdulillah Allahu nuk më ka sprovu me ashtu probleme, faktikisht kem problem mos mund ta fali namazin ku do qoftë të thjesht në për vendin ton. Tash elhamdulillah ka fillu edhe qendra tregtare faktikisht i bojnë ato mezhitet. I kemi me një, ndoshta Tisgate e kemi tash City Mallin nuk ka nëse nuk gaboj tash për tash, por jam i bindur që me kalimin e kohës do ta bojnë edhe ata. Kemi shembull mos flasim për Turqinë, për Stambollin, por edhe në Kosovë, alhamdulillah kanë filluar në për qendra tregtare, kështu që kudo që don, nëse don, ke kohë, ke hapësirë dhe ke mundësi para se gjithashtu. Ai që do e xhen monire, ai që nuk do xhen arsye se.